Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhën në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, edhe këtë të enjte të datës 2 tetor jemi live dhe drejt për së drejti në këtë studio. Ditën e dieshme kemi qenë në kërkim të një vajze 15 vjeçare nga zona e Lushnjës, babai së cilës ishte në transmetim të drejt për drejt me ne. Në kohë reale të gjithë ndjekësit e 15 vjeçares në TikTok na dërguan foto dhe video ku ajo kishte qenë paralelisht me emisionin edhe live në TikTokun e saj dhe babai identifikoi në mënyrë të fshehtë, të paktën në disa foto dhe video, të cilat ne nuk i pasqyruam dot dje, identifikoi që ishte e bija. Ndërkohë, edhe pse është lajmëruar dhe i është vënë në dispozicion edhe numri i telefonit i redaksisë emisionit me zemër të hapur, 15 vjeçaria nuk ka reaguar ende për redaksinë e këtij emisioni, por ndërkohë e ka kthyer rrjetin e saj TikTok në një adresë private duke mbyllur gjithçka, komunikim me të gjithë. Ndërkohë, përpara se unë të dal tek tema e ditës, një tjetër ekskluzive që me sa duket kjo javë është e mbushur që nga e hëna ku kemi startuar edhe sezonin e ri televiziv, unë do lidhem drejt për së drejti me Lushnjën, aty ku ndodhet babai 15 vjeçares. Përshëndetje zotri. Përshëndetje më. Në radhë partë falenderoj edhe njerë që jemi së bashkut, kam premtuar deri në gjetjen e vajzës tënde, të jemi së bashkut çdo ditë, qoftë edhe shkurt, si dita e sotme, në lidhje të drejt për drejt telefonike. Në momentin që ti je rikthyer në familje ditën e dieshme. Edhe ty falenderoj shumë si emision. Faleminderit. Atëherë, bashkëshortja na kishte ndjekur nëna e vajzës? Jo, nuk e ndjek dot, nuk e ndjek dot. Për shkak edhe të gjendjes që është, nuk e ndjek dot. Atëherë, çfarë mund t'i themi teleshikuesve në këto momente? Ke ndonjë lajm nga vajza apo nga policia? As nga policia, as nga njerëzit, nuk ka rënë asnjë telefon në jetë. Gjermës në këtë moment asnjë. As nga policia asgjë. Por bashkë kemi pasur disa telefonata mbrëm para ditën e sotme. Bashkë ne kemi folur edhe mëngjes prapë më ore, prapë faleminderit shumë. Po policia në Tiranë që mora dion sa do të kthej përgjigjes, nuk ka kthyer para asgjë. Ti udhtove për në Lushnjë sepse ke në gjendje të rëndë edhe bashkëshorten tënde në vajzës, por do doja të dija, ti i telefonove policisë në Tiranë? Në Tiranë, po. Çfarë të thanë? Ja vure në dispozicion gjithçka që... Vetëm kaq më thanë do ta gjejmë. Vetëm kaq thanë do ta gjejmë. Po. Mirë, unë uroj të vinë lajme sa më të mira në lidhje me vajzën, që policia të paktën të ketë identifikuar se ku ndodhet vajza. Ne materiale kemi në dispozicion që mund t'ja vëmë dhe policisë, por dhe policia mund të hyjë shumë mirë në TikTokun e vajzës, pavarësisht ajo mbas ditën e dieshme e ka kthyer privat, por ka mundësi policia për të zbardhur gjithçka. Deri në arritjen e një rezultati ne do jemi çdo ditë në transmetim. Po e la të dorë që më falë, po e la të dorë policisë, policia nuk bërë asgjë, o policia po bërë një muaj që po vete policisë nuk kanë bërë asgjë për gjëja. Shiko, a mund të themi diçka për publikun, vajza me vete ka pas mjet identifikues? Jo, nuk ka. Ajo ka pas kartë identiteti dhe nuk e ka marrë, më thuaj pak. Jo, nuk i kam zgjerë, nuk i kam zgjerë. Nuk ka asnjë mjet identifikues vajza? Asnjë mjet, asnjë lloj. Qartë. Mirë, atëre, të lutem, bashkë do ndajemi, ju mos e mbylli numrin e telefonit dhe me numrin e policisë së Tiranës që keni folur dje, mund t'ja kaloni pak kryeredaktoris emisionit me zemër të hapur Anila Mataj. Të lutem, bashkë miru pafshim, do mbetemi në kontakt, mos e mbyll numrin e telefonit, komuniko me Anilën. Faleminderit. Në rregull, faleminderit. Atëherë, nga rasti 15 vjeçares edhe komunikimit me babain në këtë lidhje të drejt për drejt telefonike ku ende policia nuk ka gjetur vendodhjen e 15 vjeçares, pavarësisht se ajo dilte live në TikTok ditën e dieshme, kishte qenë pak përpara se të niste edhe transmetimi live. Unë i siguroj 15 vjeçares, nëse po ndjek në transmetim të drejt për drejt, kemi bërë një punë bindse me babain, ajo mund të kthehet e qetë në familje, por edhe në qoftë se është një mjedis i pasigurt familja për të, apo diçka ka ndodhur në familje që ajo nuk rikthehet, të kontaktoj me ne, të kontaktoj me policinë e shtetit dhe gjithçka do merret institucionet shqiptare në mbrojtje të kësaj 15 vjeçare. Uroj që ajo të jetë gjallë dhe shëndoshe mirë, të paktën informacionet që mbritën gjatë transmetimit live ditën e dieshme e dëshmonin këtë gjë. Mirë, nga historia e 15 vjeçares do kalojmë në historinë e një tjetër të mituri. Është një mitur që me sa duket është bërë mediatik që kur ai ka qenë 4-5 vjeç. Nëse do rikthehemi viti 2017-2018,
emisionet më të klikuara të emisionit Me zemër të hapur janë pikërisht përballja e nënës së këtij djali i cili dikur ka qenë shumë i vogël, por sot është një 13 vjeçar. Nëna e tij së bashku me babain kanë pasur një luftë dhe një përballje shumë të madhe me njëri tjetrin në studion e emisionit Me zemër të hapur, por i mituri ka pasur fokusin edhe tek gjyshja e tij. Mund të themi që ajo është gjyshja më e urryer e TikTokut, se çfarë ka ndodhur me Natasha Romumblën dhe Armando Kumarakun, ndjeki materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me zemër të hapur, Anila Akmataj, dhe pas pak vetë 70 vjeçarja zonja Natasha është për të disatën herë në studion e emisionit Me zemër të hapur, por në mënyrë ekskluzive pas lirimit nga gjykata e apelit. Ajo është lënë e lirë me detyrim paraqitje, vijojnë seancat gjyqësore. Në paraburgim është i biri 44 vjeçar Armando Kumaraku në paraburgimin e Beratit. Të gjitha këto do t'i diskutojmë sipas fokusit të Natashës, ndërkohë që edhe nëna e 13 vjeçarit është lajmëruar për transmetimin e këtij emisioni. Nuk e dia do ta thyej jeshtjen apo jo nëna e 13 vjeçarit. Ndjekim materialin dhe rikthehemi në studio. Një histori e cila ngriti alarmin social një vit pas ngjarjes që tronditi publikun, ku Natasha Rombula dhe djali i saj Armando Kumaraku u arrestuan me akuzën e keqtrajtimit të miturit, vepër e kryer në bashkëpunim. Sipas denoncimit të ish-bashkëshortes së Kumarakut, dy të rriturit shfaqnin në disa video të publikuara në rrjetin social TikTok, ku i mituri vetëm 10 vjeç përdorte fjalor banal dhe fyes. Kjo familje është bërë e njohur për publikun edhe përmes ekranit. Për të disajtën herë, ata i kanë besuar historinë e tyre emisionit Me zemër të hapur, duke kthyer një konflikt të thellë familjar në një çështje publike dhe në shumë raste në një realitet të dhimbjes, por edhe pas ndërhyrjeve mediatike, duket se rrënjët e problemit kanë mbetur të patrajtuara në thelb. Një marrëdhënie toksike mes prindërve, një ambient konfliktual dhe një fëmijë që rritet mes kaosit dhe mungesës së stabilitetit emocional. Sot Natasha është e lirë ndërsa djali i saj Armando vijon të qëndrojë në paraburgim. Fëmia për të cilin u ngrit gjithë zhurma publike mbetet ende figura më e lënduar në këtë histori, viktime një rrethi dhune psikologjike dhe ekspozimi. Sot Natasha për të disajtën herë ka zgjedhur sërish studion e emisionit Me zemër të hapur për të rrëfyer atë çfarë ka ndodhur dhe ndodh aktualisht me familjen Kumaraku dhe fëmijën e tyre. Ndiqni rrëfimin. Mbaj mend që emisionet e fundit në fakt që kam zhvilluar përpara 7-8 vitesh e kam mbyllur me një thirrje drejtuar prokurorit të çështjes. Kur fëmia ishte vetëm 4-5 vjeç dhe kam thënë, të lutem, mendo interesin më të lartë të këtij fëmie, mos mendo as për nënën e djalit, as për babain e djalit, as për gjyshen e djalit, mendo vetëm për djalin. Ti gjejmë atij një mjedis të sigurt nëse ky debat do të vazhdonte midis prindërve, por edhe gjyshes të këtij 13 vjeçari sot. Me mua në studio, pas lënies së lirë, vetëm në fundin e korrikut, sepse ka qenë në arrest shtëpie, fillimisht disa muaj ka qenë në arrest me burg, 70 vjeçaria, zonja Natasha Rombula është me mua në studio. Zonja Natasha, përshëndetje. Përshëndetje, me paraburgim. Me paraburgim, pra? Se jemi të pafajshëm akoma. Po, derisa të merret, po. Gjykata e apelit. Po, patjetër. Vendos drejtësia. Patjetër. Ke qenë në paraburgimin e burgut të grave, më pas ke kaluar në arrest shtëpie dhe tashmë je lirë detyrim paraqitje, nuk e di se si shkon dhe paraqitesh në polici. Një herë në muaj derisa të mbaroj dhe apeli. Okej, mirë, do rikthehemi çfarë ka ndodhur këto 7-8 vite pa vëmendjen e publikut, por vëmendje ka marrë pikërisht arrestimi i yt edhe i Armandos në lidhje se çfarë pasqyronit ju në rrjetin social TikTok. Përballë teje do jetë Sara Demozi, është avokate, përshëndetje, mirë se erdhe. Ju vini nga zyra e avokatëve antikorrupsion, detektive privat, me në krye zotin Ndue Pietra dhe themelues i gjykatës së arbitrazhit. Faleminderit që je me mua. Dhe Alketa Selimi, psikologja jonë, përshëndetje Alket, mirë se rivjen. Mirë se u gjeta. Për një tjetër temë dhe shumë sociale, por dhe emocionale, për sa i përket përdorimit të TikTokut, përdorimit të miturve. Shumë e prekshme. Shumë e prekshme. Mirë. Atëherë, çfarë ka ndodhur, Natasha, se ti e thyen heshtjen? Në radhë të parë, dua të falenderoj emisionin News 24, që më ka dhënë mundësinë
që gjithmonë të shprehem, gjithmonë të kërkoj të drejtat ligjore, si për atë nipin e vogël që ka kaq vite, si që përmendët edhe juve që po vuan në krah të mamas, dhe opinioni ka arritur dhe të kuptoj nga shpifjet e saja që të dënohet babaj që ka arritur që 17 vjeç dhe gjyshja e tij që ka qenë gjithmonë prezent tyre. Megjithatë unë sot... Unë nuk citova vetëm nënën, edhe babajnë edhe juve si gjyshe. Dakor, jo, nuk kam dhe me juve, po që theksoj që dhe publiku t'i vi ndërmend se cila është ajo gjyshja që bëjnë të keqe, po jo. Unë shumë mire kam thënë dhe në momentin më të vështirë, që unë jam një gjyshe eroin, rrit atë një pintim, do të arris, dhe do jem derisa t'japje jo në burg, po dhe të më mbyllin edhe murin kinez të më vën përpara, mua nuk më ndajnë dot nga i nip. Megjithatë, unë do flasë për sa... Në çfarë moshe e ke rritur nipin? Te ja kujtoj njerë të shkuesve? Nipin e ka rritur babaj me në krah mua, 17 ditë, deri në 5 vjeç, që jema doli në të dielën shqiptare, me një majmun, me një kukull majmun jeshil në dorë, edhe duke kërkuar ndihmë publikut që mua më ka ngelur kjo. Sepse atë fëmijë që e lindi, që e mbajti 9 muaj në bark, nuk i dha shpjegime publikut që ku është ky fëmijë. Ku e la këtë fëmijë? Ku ishte 5 vjet kjo nën? Kurse sot, për një ofendim që ka bërë ai nipi në TikTok, për të mbrojtur gjyshen, arriti dhe të burgosi baban dhe gjyshen, baban që ja bëri 5 vjeç, që bëri dhe nën, dhe i haroj të gjitha të mirat, pa ajo është një element që kërkon si të bëj keq babaj të fëmis. Dhe, mos haroni, jo se i bëri keq Armandos dhe Natashës një na futin para burgim, apo që na hodhën prangat me duar mbrapa se kur ishim kriminela edhe vrasës, por ajo i ka bërdëm fëmis që kanë bajtur afër gjithë shokët në shkollë, e mësuesët e shkollës, mësuesja kujdesare, që e falenderoj dhe nuk dua të zemrin goje, sepse do ta di organet e drejtësisë, e din se ka dhënë dëshmin, se kush është ai fëmijë, sa afër e kanë bajtur. Nëna e djalit, ndalojmë pak, nëna e djalit është kujtuar, thoni ju, mbas 17 ditë që e kalon... Mbas 5 vjetëve. Po pra, 17 ditësh e kalon tek ju, nga 17 ditë deri në 5 vjeç, ajo u kujtua dhe doli jo vetëm në media... Ku ishte kjo nën? Po, por e kërkoj edhe në rrugë ligjore. Bravo. Atë që bëri mbas 5 vjetëve në rrugë ligjore... Pse nisi kjo luftë midis jush? Pse nisi kjo luftë? Një minutë e nderuar gazetare. Atë që kërkoj mbas 5 vjetëve, që kërkoj fëmin me një kukull para ekranit teatr, se luajti teatr, atje. Jo se kërkoj i dhim të shpirti, se po të dhim të shpirti, në 17 ditë na i lanë fëmin, le të vinte në 20 ditë, le të vinte mbas 20 ditëve të fëmis. Por ajo nuk erdi kur, si duket i pëlqeu liria e saj, o diku e pa keq me marrëdhëniet e punës, si që kam dëgjuar që organet e Ministria e Arsimit e di, që ka patur problem, dhe tha, si të shpëtoj unë tani që mos unë bas punën, të dalë në media, të marrë dhe një avukate dhe të kërkoj fëmin ku e kam, sepse ajo fëmin e dinte. Atë që bëri, ta kështë bërë qatë ere me drejtësin. Natash, nga lufta ligjore në gjykat për të vendosur kujdestarin e fëmijës, pse arritë deri tek arrestimi juaj? Pse nëna e këtij djali doli dhe në dhjetor të 2023-shit ngriti një padi për ju dhe për djalin tuaj për përdorimin e nipit në TikTok dhe për përdorimin e fjalëve banale në TikTok. Do ta them që mos më ndërpresësh që të fitojmë edhe kohën e të japim dhe sqarim me publikut. Po të bëjmë edhe pyetje. Se ndaj jam këtu, por unë dua të bëj edhe një përshëndetje të gjithë paraburgosurve, si në femra dhe në meshkuj. I them Armando si mos të mërzitet as për mua, as për djalin që ka 2 vjetë. Pa e parë është mirë, ka marrë të dhëna, unë nga mësuesja kujdesare, jo nga të tjerë se mi ka ndaluar institucionet si socialja, si bashkia, si drejtoresha e shkollës, ku kam edhe një zarf të mbyllur, që nuk na je përgjigje. Edhe këtë zarfin do ta tregoj urdhroku drejtoreshe e shkollës, se ta shikoj dhe Ministre e Arsimit, që refuzoj, thot, nuk do t'japi kur ne pyesim për shëndetin, për psikologjin dhe për mirëqenien në mësimet nipit. Dhe ajo refuzon dhe unë nuk e kam hapur, do t'a hapur se çfarë i kërkoj. Dhe ajo e ka refuzuar edhe është i mbyllur zarfi, nuk e kam hapur. Të tilla zarfi ka dhe Armando në paraburgim, që i kanë vajtur që ajo vetëm i refuzon. Tani, po u them, të gjithë djemve të nënave, vajzave,
nënave që kanë lënë fëmijët e vegjël që rinë nëpër thanare, që mbledhin ndonjë lek, që jo të flasin me kartë telefonike. Unë këto skena më kanë shqetësuar jashtë mase. Dhe u dua shumë, bëni kurajë si ç'bra dhe unë se drejtësi ka. Si djemt, nënat, babalarët të gjithë, ka drejtësi, vonon pak, po ka drejtësi, koha po i pastron të gjithë, duroni si që durova dhe unë, dëgjove Armando, dëgjuat ju familje madhe, për mua ju i një familje madhe, si ju të burave, para burgin, edhe ju të grave, durim, Natasha u do shumë, familje tjashtë u dua shumë, opinioni u do, kush ka bërë gabime, njërë së gjallë kemi, bëjmë gabime, kërkojmë falje, drejtësia, do vërit të gjitha të drejta tona, sepse jemi njërës dhe na duan. Prandaj, kurajo dhe të respektoni njëri tjetrin dhe të adoni njëri tjetrin si familje madhe. Unë nuk kam shumë gjanë. Ka për sot, sepse duhet të sqaroj publikun për gjën që ne na ka ndodhur pa drejtësisht. Në dhjetor të 2023 dalim pak, të lutem. Po. Çfarë ndodhi? Në datën 16, Armando ishte i sëmur. Po. Dhe marrë makinën bashkë me vajzën dhe me prokur, mund ta kemë këtu prokurën, e di policia e shtetit, e di sociali, e din të gjithë, vetëm me prokur që të marrë fëmijën dhe si gjithmonë se në banes nuk na lajo, dhe me që është banesën ka të dytur Bërtas. Të lutem pa përmendur emrin e fëmijës. Më fal, po. E kishe një dhe Bërtas nipi, tani që mos të them emrin. Po. Bërtas që hajde se kemi ardhur me makinën dhe me sinjalin e asaj. Na del në dritarin e banjës, sepse dritaret janë në këtë drejtim. Dhe thot me shumë fjalë ofenduse, djali ishte imi, ikni këtej. Në dritaren e dhomës del fëmia dhe bërtet e ullëret, unë me ullërimat më të mëdha që mos se dovim të marim të keqen Tasha, pori, dhe me njëherë lajmëroj që aty nga momenti lajmëroj komisariatin solli patrullën, vetë vajta direkt në komisariat, ama një thash i qetësoni fëmin, dhe fëmia i thot dakord. Le të qetësohet mamajet, më vi babit më marri nesër mëngjes. Dhe nisemi me Armando, unë gjithmonë nisem sepse nga që është në timon Armandoa, që unë të kem të komunikoj me fëmin. Shkojmë, nisemi që në 5 nga Saranda, arim aty në orat 8:30, të marrim fëmin, pa problem na jep fëmin, marrim fëmin dhe shkojmë në Kalat të Beratit. Në Kalat të Beratit gjëjmë edhe gjithë humoristikët e Portokallis, aty kërcuam të gjithë me muzikë, të gjitha kaluam shumë bukur, bëm dhe fotografi, aty ishte edhe një zonjë moshuar, si puna ime, dhe shiste unaza, varse. O tasha të gjithë shokët e mi... Të lutem pa emër, Natash. O tasha më thot, të gjithë shokët e mi kanë nga një unaz që janë simboli muzikës rock. Po. Meret, i them unë, meret keqen Tasha, i them. Morë të marrë 2, thot, po mere. Po të marrë dhe një varse, mere. Dhe kështu që u kënaqëm dhe aty, i këmë ngrëm dhe drekën, dhe pasaj prej andej shkojmë në Poshnje. Në Poshnje është një supermarket dhe në katin e dytë është me pizza. Edhe lodra. Thamë të shkojmë që jemi afër atje, të hamë dhe nga një pizza atje, gjeta dhe një 7-8 të djemë moshën në nipit tim, dhe u miqësuan. U miqësuan dhe marrë kamarerin i themajde këtu. Ata fëmi i themun, kam paguar, po. Shko me rua lekët, i thash, sot i pagua jonë. Sepse është dëshira ime, i thash, me që u miqësuan të gjithë fëmijët, se mua më pëlqen gjithmonë dashuria me njerëzit. Dhe kështu ndodhi, u afruan dhe ata, ndam dhe picën bashkë, bën dhe fotografi, që ata janë rritur sot, në qëpë se kanë qenë 13, janë për 15, kanë dhe fotografi që bën brënda tek lokali të gjitha këto, u përqafuam, ja ju për makinë, nëse quam fëmin tek e jëma. Dhe nisemi për në Sarand. Nga jo dit, dhe 2 muaj të tëra, deri në 20, shkurt, do me thënë, nga data 17, deri në 20 shkurt, do me thënë 2 muaj, ne nuk dinim gjë. OPG-ja, oficere OPG-s, të komisariatit të Kuqovës, shumë mirë bëri, se i vajtin qytetare, dhe mori denancimin. Por, shkelja me rëndesaj është, sepse shpunojnë se e shtetit i ka dhënë besimin dhe të thrisë edhe palën tjetër, që dale, mirë të dëgjuam juve si denancuse, po të marrin dhe palën tjetër, ose kush kjo pala? Për çfarë ishe denoncuar, Natash? Ja, ta them unë, dhe shkon në denancusja dhe denancon thot, sot ka dalë në TikTok, që atë ditë s'kemi dalë fare, s'kemi patur TikTok atë ditë.
Si TikToku është bërë para 3-4 muajve në Saran me bluzën e verdhë të madhe që ka veshur djali në shtëpi në Saran të Armandos. Bluzën e djalit. Çfarë ka ndodhur? Dhe shkon atje dhe denacim, si që është denacimi, mund ta ketë. Dhe thot që sot unë kam parë djalin TikTok, i gjeta një thik 25 cm dhe si përfundime ka detyruar policia që na simothikën dhe ajo çon një biçak, kaq, që na ekspertizmin që është bërë, ka dalë as shpus, as prerës dhe as armë ftohtë. Iku, kjo ishte prova vetëm dhe një fotografi që djali Armando del në Sarand me djalin shëtitore që janë mira njerëz në shëtitore, këto ishin 2 provat që çoi. Ikën dosja, shkon në prekurori. Prekurori e kishte afatin, 15 ditë të bënte regjistrimin. Në 15 ditë që bëri regjistrimin, se e bëri regjistrimin, duhet na kishte thirrur. Thirrja as baban. Pse do t'ju kishte thirrur ndërkohë që videot ishin në TikTok? Dhe ajo e shikonte shumë qartë o po gjëja ishte nga TikTok, nuk ka marrë video nga TikToku zonja. Nuk ka quar video, nuk ka quar në komisariat, nuk ka patur video. Ka patur vetë fotografin duke bërë xhiro me djalin të gjitha këto u bën filluan manipulime. Ju TikTokun e kishit publik apo privat në tash? Ne kishim privat, flisja me ty unë, po? Shpreha dashuri, kur më ofendoje të ofendoja. Po, nëna e djalit ku e kishe parë, ndërkohë që e kishit privat? Nëna e djalit të shprehur para gjykatës që ma kanë sjell. Janë në shprehje, janë në audio, janë në seancë gjyqësore, mi kanë sjell. Po si ti solli, kush ti solli, ku janë bërë? Ri si matufe, si bufe. Ri dhe nuk përgjigje. Mos ta ofendojmë se se kemi këtu. Po mirë, nuk përgjigje, sa na ka ofenduar neve nuk është ofendim ky. Ky është një realitet. Prej andej, u bërë regjistrimi, filloi hetimet prekurori, 2 muaj rjesht, si s'na thirrin neve njëherë? Si nuk mori të dhëna në qytetin e Sarandës, ky prekuror, që çfarë bëhet me këtë fëmijë në Sarandë, kur vete me këtë familje, në start është kjo familje, Kumaraku apo Robolla, me se meren, por merë dhe bas 11 dite, para se të na arrestonte neve, merë dhe bëm 5 pyetje psikologes. Dhe i thot, më bëj raportin për këto 5 pyetje. Dhe brenda një jave, psikologja, emra nuk themi, e cila sot është edhe presidente e psikologve të Republikës së Shqipërisë, bën një raport psikologjik, që kur është thirrur në gjykat, ngeli si kur t'ishte me metse. I bënin pyetje avukatët dhe pyetjet ishin: e nderuar psikologe, e ke marrë një intervistë fëmin? Ndërhynte gjyqtarja, mos u përgjigj. E nderuar psikologe, a ke vendin ku ke bërë intervistën? Mos u përgjigj gjyqtarja, se janë audiot. E nderuar psikologe, a ke orë, a ke incizime, a ke figurën e fëmis, a ke zërin e fëmis? Nuk përgjigjej, mos u përgjigj gjyqtarja. Në këtë kohë ndan nga vetja dhe i them: o përgjigju se po na vdesi, thash, se jemi në pranga. Na ke së murur, i thash, kalova para i frakt në para burgim, djalit i shpifur, gjendja tiroide është në gjendje të keqe, prapë sot e kanë marrë, kanë çuar në spital, çdo javë çoj në spital. Na thuaj, më të lutem shumë, i thash, më thuaj, ketë proces verbal me një fjalë. Jo, tha, dil jashtë, i thash këtë ja, nxirreni jashtë, i thash, dhe faleminderit shumë, i thash, që më në fund u shpreve dhe nuk u tërme as nga gjyqtarja. Dhe kështu, psikologja, presidente sot, mori atë çantën në kuriz në mbrapa, edhe iku, dhe ka që dëshmia e kësaj. Iku kjo, tani, tek dëshmia e psikologes. Te dëshmia e psikologes është gjithë manipulimi prekuror dhe psikologë. Psikologu t'i shket goja dhe thot në seancën paraprake: unë me psikologën e flas në orën 11 të natës. Ç'është kjo psikologu? Qa e ka? Qa manipulimi është ky? Çfarë pune është kjo shtetërore? Sepse një prekuror, bas orës 4 mund të bëj hetime. Të marri të pandeurit, të marri denancusen, e të marri organe që duhet. Dhe, ja kërkoj me këmbgulje, ke fol me prekurorin në orën 11 të natës? Po, tha psikologja. Gjyqtarja ndërhyri aty. Qa është kjo, tha prekuror, është e vërtet? Po, i tha dhe prekurori. Atëre këtu del hapur manipulimi që seanca intervist me fëmin, jo. Orar, jo. Vënd ku është bërë intervista? Jo. Qfar është kjo?
Atëherë është një kopjo past që prokurori si mbas 5 pyetjeve bë gropën ti tha që të më shpëtosh mua. Shkatro atë fëmijë 10 vjeç, se ishte 10 vjeç, shkatroj atë, shkatro ma se vdes edhe ajo plaka në paraburgim, të shkatrojt edhe ai babai dhe të fitoj mamaja një fëmijë jetim që ku do t'i vej jeta ati fëmije me këto që ka parë. Kjo është një katastrofi për një pin tim, jo për mua, unë e përballova. Unë e përballova dhe psikologe u bëra dhe për nënat dhe për motrat dhe për vajzat në paraburgim. Dhe kështu do jem të rjetën time. Por këtu është katruar nipi im që qe ekselent në shkollë. Nipin tim e kanë mbajtur shokët e ti duke mbajtur prej qafe në për obor të shkollës, që mos u mërzit sepse i tregonin gjë me keqe e nderuar gazetare, ishte që mbajtën shumë edhe një muaj të tërë edhe pranga tona në televizor, duke dhënë prap manipulimi prokurorit, mori vendimin e ti dhe e dha në media për të shpëtuar veten e ti. Jo, nuk shpëton. Këtu ka drejtësi, do dali drejtësia. Dhe unë i bëj thirrje KLD-s, ILD-s, SPAK-ut dhe të gjithëve që të merret me këta gjyqtarë dhe me këta prokuror, sa janë, pakit se vogël është. Hiqni more, mos ta prishet emri i drejtësisë. Hiqeni. Pra Natasha dhe të vdiste në burg, s'do kërkoja vetëm të më shpëtoni nipi. Dhe kam thënë që në seancën e parë kur më hodhi prangat. Unë do shkoj, thash, në dorë të shtetit do jemi, thash, drejtësinë do ta gjej. Të lutemi, thash, më gjej të drejtën e nipit. Më shikonte se një matuf, më shikonte njeri i pa aft, si ai edhe gjyqtarja, të pa aft. Gazetare, më dëgjon. Jo, do ta jap fjalën, por kemi edhe ca rregulla në ekran, ë? Jo, mi të them. Është momenti i hapësirës parë publicitare. Ke shumë të drejtë. Atëherë, kemi publicitetin. Atëherë, përpara se dal publicitet, kur ke folur për herë të fundit me nipin? Që në 17 dhe në datën 17. Të lutem, 17 të kujt? 17 dhjetor të arrestimit. Ke folur për herë të fundit? Nuk e folur më? S'ma jep njeri. Kam kërkuar sociale, se kemi gjitha shkresat. Sociale, bashkis. Me vendim gjykate ti sa herë duhet ta takosh ti dhe babai? 2 herë. 2 herë në? Po. 2 herë në muaj? Në muaj. Kemi kërkuar dhe për vajti dhe për mbarru, si bëri dhe vullnetarisht, të vita marri babai. Duke ditur se ku është babai. Vajta kërkova ta marrun. Ke vendim gjykate, më thëtë, vish ta marrësh. Dhe ndërhyri dhe paraburgimi, ju lutemi se gjendja e Armandos është e rënduar, mi sillni djalin që të takohet, tha kam urdhën mbrojtje. Po këto gënjeshtra, po dalim se është një mësuese. Po dalim kjo drejtësia çfarë bën? Po kjo ministri i arsimit çfarë bën? Po si mund të gënjeshti moj? Po janë në seri gënjeshtrat. Më ka kërcënuar. Vemi në drejtorinë e shkollës të marrim që s'ka kërcënime. Vemi në kopësht, nuk ka kërcënime. Shkojmë tani vetë i thotë edhe paraburgimit, që është fakt, është provë. I thotë kam urdhën mbrojtje. Nga e ka urdhën mbrojtjes? Se ne vajtëm 2 vjet të paraburgosur. Këto janë nuk e di. Ajo e nderuar psikologe, merë masat, se këtu kemi ardhur pra të fëmin, lëre Natashën. Ajo është për diskutuar qëfar do t'i gjojnë nga të sot. Prandaj, nena duhet urgjentisht, gjendja shëndetësore, mendore e asaj nëne. Sepse ajo nën... Duhet dalim publicitetet dhe shumë. Publiciteti i parë dhe rikthehemi në pjesën e 2 dhe 3. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi në pjesën e 2. Zonja Natasha, kërkoj të bëj disa pyetje për të qartësuar publikun. Unë e pash që ishe mjaft e indenjuar në pjesën e parë, ndoshta nuk është kuptuar shumë çka nga teleshikuesi, por të gjithë e mbajnë mend shumë mirë rastin tuaj për kujdestarin e nipit tuaj dhe për ballin që keni bërë në për ekranet, por të paktën në këtë emision keni ndalur shpeshherë të gjitha palët dhe për këtë gjë ju falenderoj. Atëherë, do ndaloj në disa çështje. Kur u fol pikërisht në shkurt me datën 20 shkurt të 2024, sa arrestimi jote dhe i Armandos, u përfol përdorimi i të miturve për përfitime në TikTok. U përfol përdorimi i mjeteve të ftohta siç ishte ju that Biçaku, ndërkohë që pala tjetër ka pretenduar për një thik, mjet prerës. U përdor fakti i fjalëve banale apo jeta e natës që një 9 vjeçar apo 10 vjeçar i asaj kohe bënte me babain. Të gjitha këto ju thoni që të gjitha këto pretendime kanë rënë poshtë.
por Armando mbetet në parburgim dhe gjykata e shkallës parë Armandon e ka dënuar me 3 vite e 6 muaj duke i hequr dhe përgjegjësinë prindërore. Çfarë po ndodh? Atëre po të them unë. Shkelja e parë është që psikologja, që OPG-ja, policia e Kuçovës. OPG-ja psikologja janë ndryshme. Psikologja, Po? OPG-ja mori psikologe, mori një avokat, mori dhe të jemën që u bë denancimi. Dhe na doli që psikologja ishte shoqja e ngushtë e mamas. Dhe na heqi dorë. Në momentin që u bë arrestimi ton, hoqi dorë. Hoqi dorë dhe prokurori i kishte dhënë 5 pyetje që priti të më bëj raportin psikologjik jo mua, pastaj heqi dorë. Dhe hoqi dorë për arsye sepse unë jam shoqe ngushtë e deklaruar me deklarat në polici dhe në prokurori që jam shoqe ngushtë e nënës së nipit. Iku kjo. Tani, të gjitha akuza jonë është 124 B2, që thot shfrytëzim, fitim, dhunë fizike, për të lypur fëmin, për të fituar në TikTok për monetare, anën ekonomike, dëmtim mendor të fëmis. Të gjitha këto, prokurori nuk ka asnjë provë. Dhe çfarë bëri? I brenda dhe jashtë shtetit banka tona. Nuk gjeti asnjë euro apo dollar që ka TikToku. Ju nuk dini më të rëndën se çka ka bërë prokurori, se çfarë, kur je pa që dështuan të tëra, mori dhe vuri nenin 286 ekspozim droge, sepse ekspozim TikToku s'kishte haj. Sepse ne ishim në shtëpinë tonë, ne kishim në telefonin tonë, a i mori telefonin tim dhe të Armandos, dhe këtu s'ka gjetur nga TikToku as i fotografi të djalit. Ajo që personale, telefoni që personal, se kisha bërë unë veshur djalin me bluzën e babait të ti, prokurori, kjo nuk është provë, sepse nuk bëri ekspertizmin, duhet të kishte marrë ekspert, t'i silte në gjukat, të bëj ekspertizmi, ta kishte provën, dhe pastaj të dinte, ta diskreditonte neve, po jo mori të psikologës edhe nisi në për media për diskreditim, atje ku janë ignoruar edhe shumë psikologë, pse kanë rënë pretendimet e palës pretendimet kanë sepse nuk ishte as edhe një provë. Dhe, por çfarë nuk është prova, sepse në për media, në momentin e arrestimit tuaj ti e ke parë, janë shpërndar shumë foto dhe shumë video nga TikToku. Është një fotografi që ka dalë në kuzhinë me baban, dhe në një tjetër që ka dalë me mua me bluzën e verdhë, dhe këta tani kanë marrë bluzën e verdhë me një bluzë së zezë, ditë tjetër. Me një tjetër kanë marrë gjithë fotografi që ka patur ajo në telefonin e saj, dhe kanë bërë bashkëpunim dhe ndaj vinte mbas orës 4, një muaj rjesht, tek zyra e prokurorit, mbas orës 4, mbas orës 16. Kush kapur dhe nga korupcioni dhe është edhe në spak për këto gjëra. Iku, s'kisht prov me TikTokun. Kur e pa keq që s'kisht me TikTokun, mori dhe vuri nenin kur ne kërkuam ndryshimin e masës, jo tha, sepse jam në hetim tha, dhe mund të arrestojnë dhe të tjerë tha, në qoftë se do vërtetohet kjo. Që bëri? Vuri 286 ekspozim droge. Dhe mori djalin për të justifikuar poshtësirat e tij edhe arrestimin e palishëm, dhe bëri analizën e fëmisë të vogël, se kishte pirë apo jo. Se zajti të bënde të Armandos a i në paraburgim, po bëri të fëmisë të vogël. Dhe, me keqja është, sepse tek raporti i psikologes, është sikur është një profesioniste dhe një drogaxhesh vetë ajo psikologe. Po të lexosh raportin psikologjik, që ta kuptoj edhe publiku, edhe drejtësia, se jo të gjithë janë në brëndësi të këti muhabeti, është një manipulim i prokurorit dhe i psikologes ku ka bërë gjithë teorinë dhe është e paaftë dhe ju sot ma kini dhe edhe me të drejtë janë bërë disa diskutime për presidente, ajo psikologe. Tërë të ketë merreni dhe lexojeni, edhe unë do t'i hap edhe çështje penale. Natasha, të lash deri tani këtu dhe persona që s'janë të ftuar në këtë studio, duke i përmendur edhe pozicionet që kanë, të lutem, në qoftë se do ta dija, fole për psikologe. Vazhdimisht, po nuk e folur për veten tënde moj zonjë. Psikologjik, për veten time do ta shtum, për veten time unë nuk kam vdekur që këtu. Mua të më shpëtoj nipi. Këtu mua po më vuan nipi, s'po vuaj unë. Unë jam e madhe po e duroj. A keni dalë live në TikTok, Natash? Live, unë kam dalë në shpinë time. A keni përdorur fjalë banale në TikTok?
Ore, fjalë banal, po përdorin gjithë shqiptarët. Qa do më dënosh ma ti për me prezencën, jo, të lutem. Po jo, me të drejtën e kushtetutës, unë do flasë qëfar të dua edhe këtu mund të flasë. Qa do më dënosh, do me edhe shprangat ti? Jo, unë prangat nuk të hedh, por të nxjerr nga kjo studio se kam bërë dhe njerë. Ku e di ti se qa kam bërë unë? A i fëmija im, kur unë isha në live dhe erdhi dhe tha, dëgjoni këtu, kjo gjyshe më ka rritur, më ka edukuar që më marrë 10 në shkollë. Pse se solli ajo atë? Tja i të prekurorit. Pse se mori prekurorit? Dhe pala tjetër pretendon që ka qenë një nën kaq e mirë, sa që kur e ka marrë në moshën 5 vjeçare, ka ndikuar tek i biri dhe ka rezultate të mira në shkollë. Pikërisht se fëmia është rast inteligjenti, nuk është ndonjë rast. Gjinin nuk na i prish dot mua, as rretësia, as prekurori, as kush. Unë kam gjinin, unë kam intelektuale. Unë të pyeta për TikTokun, tasha, e ke pas privat apo publik? Unë mund të hyja në live-et e tua? Unë mund të shikoja publik? Jo, unë e kisha privat. E kishe privat. A dilje në live me nipin? More në edhe ti del në live, të gjithë dalin në live. Jo, unë dalë vetëm televizor, unë nuk kam TikTok. Ti del në televizor, po, edhe ajo dalin, s'ka në një gjithë keqe, kur nuk është mbyllur. Pra, në prezencë të nipit, ke përdorur fjalor të pisët apo jo? Nipi nuk që, nipi me erdhi, në konë që me erdhi nipi mua, unë e mbylla. Se nipi u fut. Po babaj, e ka marrë djali në jetën e natës? Jo, dikush i ka thënë nga TikTokët që hapi një djali qa thua mërejta, do marrë djali në qafun, i tha, fëmin, një, kurse natën, dhe jo, tani, në Sarand, gushtin jetë natë e ka, 24 orë nuk fle njeri, i ke nanë të detit të gjithë, i ke lokalet janë çdo pëllëm. Tani, mos bëni se ku nuk i dini, dhe publiku e di, se kush Saranda, se kush është Durrësi, se kush është Vlora. Ajo nuk është jetë natë. Po jo të shpif është tani ti si prekuror në bashkëpunim me psikologen dhe me denancusen kemi pjatet. Me nënën e djalit pjatet me drogë, po dalë se shturp i madh. Ku janë këto pjatet me drogë? Po çfarë ishte ajo pjatë? Çfarë kishte në atë pjatë? Po ku është? S'ka, janë fantazit e alibit e prekurorit dhe të asaj, jo, se ajo nuk i tha këto gjëra në fakt, mos akuzojmë për këtë. Këto janë të prekurorit e të psikologës. Mos i bjem në qafë dhe asaj denancuses. Kur ke pasur mundësi që ke dalë nga paraburgimi dhe ke qenë arrest shtëpie ose tashmë që jemi detyrim paraqitje, e ke parë se çfarë bëhet në rrjetet sociale, në lidhje nëpër portale, në media, në lidhje me Armandon? Ja ta them unë. Lëre me Armandon, tani të Armandon dëgjoj. Për kërcënime shqiptarët janë të parët. Do rish mirë ti, sot ta pësosh si Armandua. Do rish mirë ti, sot ta pësosh si gjyshja. Jo, nuk e kam këtu. Ne e kam në tjetër vend. Nëse shkruan emrin e Armando Kumarakut në Google, dalin disa video shumë të sikletshme të Armandos. Ai është privat. Me disa femra të cilat ishin në live. Zonja gazetare. Që po ekspozonin hiret. Po pse kush i Armando e gjveshi ato? Se gjvishen vetë, po ta se ti ke në rrugë në mes Tiranës, që të dalin da kur i qfare. Po tani, diskutime janë këto për një emision? Po janë diskutime sepse është publiku që kërkon përgjigje. Po publiku e di shumë mirë, publiku i dhëm shpirti për drejtsin dhe për manipulimet e prekurorëve, se të gjitha vinë nga prekurori. Pastaj zbresin tek gjyqtarët. A ka prova? Asnjë provë në dosje. Dhe kjo do vërtetohet pasi të vendosi gjykata e apelit që ta kontrolloj fije për atë dosje. Po kur nuk ka prova, pse u dënua Armando me 3 vite e 6 muaj e qeverie, ndërkohë i u hoq edhe ushtrimi të drejtës prindërore? Ta themu pse. Gjyqtari paraprak, prekurori e mori dosjen pas një provë dhe çoi në gjykat. E mori gjyqtari i seancës paraprake dhe i tha: "Këto deklarata që andën tek juve zoti prokuror, hiqen nga fashikulli. Këto video që më ke sjellur mua i mori dhe i vërviti e Mikës Ranë Shesht." Dhe vajti dosja dhe i thot: "Po e çoj dosjen," i thot, "dhe ço provat." Prekurorit në seancë i paraprakes. Dhe kjo është edhe po ta lexosh edhe vendimarrjen e prekurorit vetë dosja. Nga momenti që dosja vajti bosh, i kërkojmë gjyqtares. Kërkojmë fëmin. Fëmia është ai që do thotë të vërtetën. Mos të rëndojmë as denancusen, as policin, as prekurorin, as psikologen. Më dëgjoni do t'i them. U them, po këte kemi bërë në të 10 seancat që kemi kërkuar dhe nuk na jep një rëndësi në asnjë lloj kërkese nuk na pranua. E po do pranosh këtë, i thash. Jenën? Je me bebe në park? Po të dëgjon dhe bebja, i thash. Më sill mësuesen kujdesare që ka 5 vjet. I thash me Argentinë, me nipin tim, nga klasa e parë deri në klasë të 5, 9 muaj. Kush e ka më shumë? E ka mësuesja kujdesare? Apo e ka mamaja në shtëpi që sa do vej do bëj një banjë, do haj, do vej, do lozi, do flërgjum? Kush e ka? O, po bin, po, tha, do ta sjell. Më sill dhe psikologin që ka bërë raportim psikologjik, i thash. Sepse e dua këtu.
Po, do ta pranoj dhe këtu ta sjell. Dërsa kujdesaren i thash, dhe denoncuesen e ke këtu. Erdi seanca. U pjet denoncusja. Ke qenë i tha në pranit seancave të gjithave të asaj? Jo, thot mamaja. Jo, thatë vërtet, Niku, e shkau e thatë vërtet, nëse mbrojti do të prokurorin. Po tek ajo i tha tek punoj saj policis, kur kini marrë fëmijë në pyetje dhe fëmija kërkoj që ka kamera këtu, dhe u fut për një pjesar të familjes tonë, i tha si është, i tha, e foli si burimath, i tha, mos fol ashtu, i tha, psikologes. Dhe i tha, ke që në prezent me avokatin, me psikologun, i tha, dhe ju? Jo, i tha. Atere, si është ky proces verbal i prokurorit që e mori? Dhe i thash prokurorit, qo jep llogari para gjykatës? Si e more ti këtë proces verbal? Pse s'u hodhe prangat dhe atyre të vinin atje ku jam unë, në para burgim, që kanë hedhur firmën paqen prezent? Dhe gjitha këto janë poshtërsira të mëdha. Prandaj them që është bërë pirosti me 3 këmbë. Denoncuesja, prokurori dhe psikologu dhe më në fund gjyqtarja për të mbrojtur prokurorin. Psikologja e hëngri për pa aftësi, bëri gjitha të raport, se pa aftësi e qua ju në atë. Se u fut në kota hajde vajzë e re, se këta të rritë i shfryzojnë këta. Si e si që se janë pa përgatit, ose ju besojnë që janë që më të vjetër. Pa i një prokuror 2 vjeçar, asë nuk dinte të analizoj një të mishë si din që i qoj, ka dzuesja. Mere dhe qoj, bëj analizën. Si më dënon mua tani, si u bëdënimi? Nga qëndrimi që unë bajta në seancën gjyqësore dhe Armandua, o do bëhet kjo, o do sillni dëshmimtarët, o do sillni djalin këtu, ne dhe pse na mbani. Nuk e duam jetën, tham. Duam këtë, më le të vdesim burgjeve. Na sillnin vetëm fëmijët, na burgos fëmija. Nuk e pranuam. Pse se fëmija do thoshte të vërtetën. Do thoshte babi se çma tha mua në 17. Tasha tha, vemi që në polici tha pra të gazetaren, nuk i dhash rëndësi unë. Se ajo gazetare shokë ngushtë e mamas, nuk i dhash rëndësi. Dhe ma thot gjithmonë, a që më bëre, më thot Armand nga para burgimi. Që më bëre, thot se ma tha djali, hajtë vemi në komisariat të them për gazetaren. Kjo ishte gjitha tani. Pra, çështjen tuaj është përfshirë dhe një gazetare? Edhe një gazetare. Tani po të them edhe një gjë tjetër. Gjyqtarja ka dhënë, si që e lexoj në vendim, që jap 6 muaj prokurori për të mbrojtur veten e tij dhe për të na hedhur, do me thënë që ne të merremi së përgjegjësin, duke ditur pikën e dobët që ne duam fëmin për përgjegjësinë prindërore, merr dhe na jep këtë që ne të ikim nga ajo që ka vënë dhe nenin 286. Nenin e demonstrimit. Kush është demonstrimi i drogës? Ka akuzon ti? Apo e pi vet ai, më duket? Më duket se pi vet ai që një aq mirë drogën, prokurori. Iku dhe kjo. Për sa i përket tani, shfrytëzim nuk ka asgjë fundi. Sepse mësuesja, fjalët më të mira, i dashur me shokët e, i mirë në mësime, me aktivitete, nuk ka patur probleme që të vej psikologja e shkollës, problem që një moment, tha, kur juve u pa me pranga, tha, u shqetësua jashtë mase, tha, por e morën e përqafoni me mbani mafër, si unë, tha, si kujdesare, edhe shokët e ti në oborë. Për të sharë shajnë, i bra pyetjen, se të gjithë fëmijët, tha, në shkollë, shajnë, tha, me njëri tjetrin, pa unë së mund t'i përdorë. Atër, Natash, më duhet të... Natasha, ke folur dhe ti nga që e një çështjen kupton se e një edhe publiku. Unë e njoh dhe kuptoj se çfarë thua. Atja kaloj pak të lutem avokate Sarës për të na thënë me kronologjisë se çfarë ka ndodhur nga shkurti 2024-s dhe deri ditën e sotme dhe çfarë pritet nga gjykata e apelit. Sara, për publikun për ta qartësuar sepse emocionet e Natashës, Natasha dihet për natyrën e saj, aq më tepër që ka kaluar jo pak, është një gjë e rëndë që ka kaluar në gjithë këtë histori. Është një gjë e Tani, rëndë. çfarë ka ndodhur nga 20 shkurti 2023-shit deri ditën e sotme që jemi në këtë emision, që pritet pas pak ditësh të flasë edhe gjykata e apelit. Domethënë, ka shpresa për Armando Kumarakun, sepse Natashën e kemi të lirë. Me sa po shohim në rrethanat faktike dhe në provat, janë rrëzuar të gjitha. Çfarë ka paraqitur nëna e djalit? Tani, nëna e djalit ka vajtur, ka bërë kallëzim, siç na tregoi edhe Natasha, edhe ka pretenduar se djali i shfrytëzoi neni 124B për motive ekonomike për përfitime në TikTok. Tani, sipas rrëfimeve dhe sipas provave që na ka paraqitur vetë Natasha, është treguar që nga TikToku nuk është përfituar as edhe 1 cent, as edhe 1 lek, kështu që nuk kanë fituar. Ky pretendim ka rënë poshtë. Ka rënë poshtë, i pari. I dyti është që keq trajtohet i mituri. Pra edhe përsëri kanë çuar këto videot e TikTokut në gjykat, edhe sipas raporteve tregohet që ato videot ishin montazhe.
Edhe Si prandaj videomontazh? ishin Kush e kishte montazhe, montuar? Se kjo është e rëndë në kishin marrë një video të Tashës, se kishin bashkuar me një video tjetër, patjetër, është thënë, është kërkuar. Çfarë na është treguar Sar deri tani ne si publik? Nga 20 shkurti 2023 dhe deri tani janë disa video të rënda me që tregohet djali që shan. Është një video që ka përdorur një fjalor banal, po një është, nuk janë 20-30 siç pretendohet. Dhe të tjerat ato që kishin paraqitur në gjykat këta, ishin të vendosura me shkrimet kjo është për burg, kjo nuk duhet të dali për Tashën. Edhe kanë kërkuar, më duket avokatet e çështjes, aktin e ekspertimit dhe i është refuzuar nga gjykata. Pra të bëhet akti ekspertimit për këto video, për të cilin ai po mbahet në burg dhe nuk është pranuar kjo kërkesë. Kështu që edhe pretendimi është vërtetuar që të gjitha këto videot janë të montuara? Po përderisa gjykata nuk pranon të bëjë një akt ekspertimi. Prokurori vete në seancë dhe thot ja shikoni çfarë po ndodh, shikoni çfarë po ndodh. Shikoni si është. Nuk është akt ekspertimi. Po nuk është bërë, nuk është pranuar. Nuk është pranuar. Po ka një arsye që nuk është pranuar. Ka një arsye që nuk është pranuar? Nuk jep as edhe një lloj arsyetimi gjykata. Gjykata thjesht ka pranuar, ka marrë të mirëqen çfarë thot prokurori, por rezulton edhe ky fakt tjetër që sot po e themi që kallëzuesja ka vajtur edhe jashtë orarit në zyrat e prokurorisë që është vërtetuar. Ndodhet. Edhe ka pranuar vetë. Por lihet një gjurmë, nuk është lënë asnjë proces verbal, ka ardhur filani, ka ardhur fisteku, nuk është lënë asgjë për këtë rast. Pra nëna e djalit ka vajtur janë takuar pas orarit zyrtar. Pas orarit zyrtar, disa herë janë takuar. Dhe nuk ka lënë gjurmë në prokurorisë ndodh, por ajo e ka pranuar vetë prokurori në gjykat, ka thënë kur kam folur me Eglantinën ka thënë kështu. Lutem, me nënën e djalit ka thënë kështu. Dhe ku janë provat montimet. Edhe e ka pranuar vetë, e ka pohuar vetë përballë gjykatës. Gjithashtu edhe kallëzuesja ka pranuar, ka pohuar përballë gjykatës që ajo do të largohet me djalin në Gjermani. Duke qenë se ajo nuk e ka kujdestarinë e plot prindërore, është kërkuar t'i hiqet, sepse normalisht Armando nuk i lën djalin me marrë në Gjermani, se din që në momentin që do ta marrë me vete, i djali do të praktiset nga jati dhe nuk do të shkëpusi lidhjet me fëmijën e vet. Edhe kjo është një manipulim, pra shiko, për hir të së vërtetës, duhet me qenë transparent në të gjitha aspektet. Nuk e dija që do dilte përsëri çështja e Gjermanisë, por njerëzit mund ta klikojnë shumë mirë në YouTube-in emisionit me zemër të hapur. Çështja e Gjermanisë ka qenë që në 2017-2018, që në emisionet që unë kam bërë, që ajo kërkonte të shkonte, i ke ndjekur. Më vjen mirë për këtë gjë, se jo çdo specialist i emisionit ndjek edhe emisionet e përpara shumë viteve, pas ka qenë me vëmendje. Atëherë, unë e mbaj mend që atëherë që është diskutuar çështja e Gjermanisë, por Armando ishte kaq këmbgulës se e kishte rritur nga 17 vjeç deri në 5 vjeç. Dhe pastaj nisi ajo betejë për të marrë kujdestarinë e djalit, deri që vazhdon edhe në sot. Që 2 herë në muaj dhe muajin e verës mund ta mbaj vetë Armando djalit. Po pra, por çështja është që ka rënë poshtë çështja e shfrytëzimit, e përfitimit monetar ka rënë poshtë. Ju thoni që jeni të sigurt që video dhe foto të vëna në dispozicion nga nëna e djalit tek prokurori që e ka takuar jashtë orarit zyrtar, që nuk ka lënë as edhe një gjurmë, janë të montuara, por gjykata nuk pranon t'i bëjë ekspertizë. Nuk pranon t'i bëjë ekspertizë. Janë edhe disa elemente tjera. Pra këto janë dënuar në bashkëpunim. Pra Tasha me Armando janë dënuar për shfrytëzimit. Nuk janë në bashkëpunim. Nuk është, ku është vetëm me sidinë e bashkëpunimit. Ja, një minutë Tasha. Ka rënë poshtë bashkëpunimi? Po patjetër, përderisa ka rënë poshtë gjithë vepra, se nuk ka asnjë farë lloj shfrytëzimi. Po pse Tashën e kemi me detyrim paraqitje dhe Armandon e kemi me Këto janë Po pra, pse? Sara, të marrë të shpjegoj pak. Janë shkelur në të gjithë këtë proces, janë të shkelur të drejtat e një procesi të rregullt ligjor, ku prokuroria dhe gjykata kanë për detyrë për me marrë për bazë si dhe akuzat, si provat, si ato pro në favor të këtyre, si ato kundër këtyre. Kur Tasha e ka marrë policinë në telefon një ditë para se kallëzuesja të shkonte tek prokuroria, pse nuk është marrë parasysh ky fakt? Nuk është marrë parasysh fakti që fëmia bërtiste nga dritarja, o nuk po mlen me dal, fillonte me qajt, edhe kjo nuk është marrë parasysh. Tani, me sa na ka treguar edhe Tasha, para se të nisnim emision, na ka thënë që djali tani ndodhet
në kushte të rënda psikologjike për gjithçka çfarë ka ndodhur. Frika e shokëve, flasin shokët. Aman, mos më pjesni në sytë të mamit. Mos më pjesni në sytë të mamit. E keni pari gjithashën? E mori... Shiko, të të them një fakt. Viktima e vetme është vetëm ai 13 vjeçar, është vetëm ai, të them një fakt. Ma thuaj. E mori djalin... Se ndërpreve Sarën. E mori djalin, e solli në Sarand, e qoj tek Valbona, dhe përgjyshen që ai ka dhimbje, nuk e solli. Dhe i tha Valbonës, edukatore e ke parë tashën, i tha. Po, i tha, e kam parë, i tha, jo, dhe më ka, është në shtëpi, i tha, do të qojmë, pusho, i tha, se mos më të gjonë, mami. Urdhro, ja. Një, nuk mund t'i japim dot. Jo, mos e jep, ja. Pra, bashkë me bonë. e kujt është kjo? Tani që erdi në, kur do kisha dalë unë, erdi që për të më bërë luftë psikologjike më që solli djani, po ti se takon dot. Urdhro. Kjo është një foto e kësaj vere. Tani, E një muaj më parë. e solli 2 ditë. Ka dalë në foto me edukatorin dhe me ty jo. Pivën kafe, jo me mua. Muaj nuk ma solli. Dhe rinë të djali tha i menduar, tha dhe tunë të këmbët në ujë, tha. Pusho, tha, mos të në më të gjoj mami. Do kthejmë me njëherë të këti Sara, por erdi momenti publicitetit të dytë, rikthejmë në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij emisioni me shpresën që nëna e djalit është lajmëruar, po na ndjek jam e sigurt sepse pata mundësi të më komunikonte, numrat e telefonit ja kemi dërguar, mund të japi dhe ajo versionin e saj në këtë studio, qoftë sot përballë Natashës, qoftë edhe një ditë tjetër kur të dojë ajo, por të paktën të kishim një njoftim se si është 13 vjeçari ditën e sotme, pasi shumë akuza për një gjendje të rënduar emocionale, po vi nga kjo studio, prandaj është e mira që të informonin publikun ashtu siç duhet. Publiciteti i dytë, rikthehemi me njëherë në pjesën e tretë dhe të fundit. Rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit, me njëherë kaloj tek Sara për të informuar ashtu siç duhet edhe publikun. Duke qenë se janë bashkëpunëtor gjyshja dhe babai i 13 vjeçarit. Tani, gjyshen e kemi me detyrim paraqitje. Babai pse në burg dhe pse pretendohet të hiqet ushtrimi të drejtës prindërore, përgjegjësia prindërore, pse? Tani, kjo është akoma në Kur thoni që nuk ka prova dhe ajo dosi është bosh. Është e habitshme se si ndodhemi në këtë situatë, duke qenë se nuk kanë rezultuar as edhe një nga këto provat. Është edhe një fakt tjetër shumë i rëndësishëm për t'u përmendur në këtë rast. Fëmia është marrë pranë komisariatit, është marrë në pyetje nga OPG-ja, duke shkelur të gjitha procedurat ligjore, pa pranin e një psikologu, Si ka mundësi? pa pranin e të nënës. E keni vërtetuar ju? Është vërtetuar, Është vërtetuar. Është vërtetuar. Pra, i nitur merret në pyetje nga Merret OPG-ja? në pyetje pa psikolog, pa avokat, pa nënën pranishëm. Edhe OPG-ja i bënte edhe pak trysni, na trego pak, edhe djali i thoshte disa herë, mos fol ashtu. Pra, edhe pa pranin e një psikologu, gjithsesi djali arriti me mbrojt veten e vet, sepse këtu ndodhemi në akuza ku duhet të inskenohet diçka që nuk ekziston. Pra një keq trajtim që Një vëmendje kaq e madhe mediatike, kjo gjyshja më e urryer e TikTokut. ashtu shfrytëzua pak. Jo, dakor që mediatikisht, shiko, jo për të marrë në mbrojtje median, por çdo gazetar, burimet i vjen nga policia, nga prokuroria dhe provat që vinin, pavarësisht se si është zhvilluar procesi gjyqësor, prandaj jemi këtu. Patjetër, sidomos në rastin kur është policia vetë që ka bënë procedurat e veta, normalisht e marr me mend çfarë vorbull shkrimesh medjave dhe ngjarjeje të shkurtit 2024, tash më dalin që po bien dhe po rrëzohen sigurët e dominos një nga një në gjykat, por publiku nuk i di këto. Do mbaj mend shkurtin e 2024-s. Prandaj po them. Nderuar gazetarët të themi diçka. Është edhe një gjë tjetër. E gjithë kjo u bë që prokurori të mbronte veten për arrestimin e palishëm. Dhe kjo do dali me kohë në shkallët më të larta të drejtësisë. Shiko, nëse prokurori ka bërë këtë gjë, po është bërë këtë. Është bërë? Atëherë, ju keni mundësi që këtë prokuror ta çoni dhe ta padisni. Prokurori ka vajtur në gjitha organet. Është vajtur. Ka për nga antikorrupsioni. Po për sa i përket gjyqtares që dha pas një lloj prove që the jemi të çuditur që ndodhemi në këtë situatë. Nuk është arsyetuar ligjërisht. Për gjyqtaren, çfarë ka ndodhur? Të njëjtën gjë. Gjyqtaria e kemi kërkuar, është kërkuar me djenin time që të
kontrollohet në qëfëse është e rregullt apo jo, por ndodhemi akoma në hapat kur nuk kemi mbaruar punë me Armandon. Pra është edhe një fakt tjetër të merret parasysh që është ngritur akuza që fëmia është prindi, do me thënë, kanë nxitur fëmin për me pirë drogë. Është bërë akti i ekspertimit djalit të mitur, ka rezultuar që djali nuk ka pirë drogë, nuk ka pirë alkool, nuk ka pirë hashash, nuk është nxitur nga prindëri. Nuk ka prova ekspozimi. Sipas se raportit psikologjik, ishte edhe ky fakt. Ishte edhe ky fakt që a është nxitur, a është keqtrajtuar. Psikologja nuk e kishte takuar kur dhe nuk e ka takuar, dhe kishte pranuar janë ngritur këto hipoteza pa asnjë bazament. Janë ngritur hipoteza, jo me mbajt pjesën e Tashës, tani duke luajtur rolin tim si avokate, unë po shoh provat dhe faktet dhe nuk ka ndonjë provë konkrete për me arritur me mbajt një person 3 muaj e 6 vite në burg. Për këtë arsye, për çfarë për fjalor banal në TikTok, nuk ekziston kjo, sepse të tjerat u rrezuan. Nuk ka përfitim monetar, djali nuk pi drogë, djali nuk keqtrajtohet, atëherë për çfarë mbahet brenda? Nuk për qefin denancuses, mama si ti në Gjermani, dhe ku do të vej? Tani mund të jetë edhe kjo, për derisa vete... Mos ta them. Jo, ku do? Ati ku shite droga? Në Gjermani të kunati saj që ka marrë dhe mbjevrin e saj jago. Unë e kam thënë do ta them edhe... Po të rinë fund se është gjunat më bëjt fëmin mua. Po pëse të do shkoj ke kunati dhe nuk do shkoj te ke motra? Kunati sajt më bëjt trafikant mua fëmin. Ta lërë pa baba e mos ketë përgjej si njeri. E kupton? Se ajo për mendimin tim është e smur. Ajo është e smur. Organet edhe arsimi duhet të marrin në që atere për para shumë vitesh e kam thënë në këtë studio që prokurorit i shikoj njërë të dyja palët, edhe nën e fëmis, por edhe babajnë dhe gjyshen. Pra Sara ti thua që nuk ka asnjë provë dhe pritet që gjykata e apelit ta rrezoj gjithë shka. Këta pafajsi nuk marrin. Më shpresoj, në këto kushte... Për këtë jam e qartë. Për gjithsesi, më falë se të ndërpreva. Pjesa logjike nuk mund të rri një person në burg për fjalor banal në TikTok kur rrezohen të gjitha veprat penale. Nuk ka një vepër penale ekzistente në këto momente. Nuk ka. Po mirë, shiko, unë pa i mend që në emisionet e përpara shumë viteve, edhe gjyshi nga ana e nënës është akuzuar për vepra shumë të rënda penale. Është mbuluar. E ka prokuroria ku e kanë futur dosjen. Kërkon andim të gjithë organeve dhe ambasadës amerikane. Po i ko merreni. Shikojeni kush është ai. I ko i bëni një analizat i plakut atje. Çfarë bëhet me atë? Si mund të më fuse mua hundën në papa të fëmija 4 vjeç e gjysëm? Të lutem, Natasha. Dalë o ti tani se këto janë... Natasha, jemi në transmitim, duhet jemi etikë. Po është gjuna maj për fëmin jemi këtu, nuk jemi për Natasha. Mos e shkatrojmë këtë emision, sepse është lartë. Të të rriqë vëmëndjen. Është shkatruar shëndeti ti dhe po duron për atë të fëmi. Të lutem, për atë fëmi të dalje drejta dhe drejta duhet jemi etikë. Janë përdorur të gjitha këto provat? Nuk janë marrë parasysh. Nuk janë marrë parasysh? Nuk janë marrë parasysh. Madje i është qënë, në gjykata apelit? Atëherë, nuk e di tani në fazën e apelit se si do shqyrtohet përfundimisht, por e di që në shkallën e parë, mbasi kam lexuar, është vendosur në dispozicion të gjykatës edhe provat tjera, edhe akte tjera ekspertimi gjatë procesit të divorcit të fëmijës, ku vërtetohet që fëmija është i shëndetshëm, fëmija nuk ka asnjë problem psikologjik, për me rrezuar atë raportin psikologjik të famshëm. Dhe nuk ka pasqyruar dëshmitar që thirr vetë në gjykatë thuaj. Madje nuk është lejuar fëmia të merret të flasë vetë, si dëshmitar në gjykatë. Nuk i ka pasqyruar të bëjë analizën e vendimit, që është një nga më kryesorët procedurat më kryesore të civilet dhe penale për një marrje vendim në emër të popullit. Ajo të 3 dëshmitarët, mësuesen, psikologën dhe ato i hoqën se ishin pro Armandos. Mirë, duat ndaloj pak Sara se kuptoj ndërhyrjen vazhdimisht të Natashës, se kishë marrë parasysh edhe temperamentin e saj, karakterin e saj shpërthyes, aq më tepër edhe mbas një ngjarje kaq të rëndë. Ajo deklaroi që në fillim që nga 20 shkurti dhe deri sot që flasim as i ka dëgjuar zërin nipit, edhe pse ajo është kontribuese shumë e madhe në rritjen dhe edukimin e tij, po ashtu edhe babai. Duke qenë se fëmia jeton në Berat. Babai është në paraburgimin e Beratit. Ka kërkuar disa herë që edhe nëna e fëmijës të vi babai, edhe pse e di që është izoluar, thot vi babai dhe ta takoj. Pse nuk është kërkuar që fëmija të shkojë ta takoj babai në paraburgim? Është fëmijë mitur. Nuk ka lidhje kjo gjë, se ka fëmijë që shkojnë i takojnë prindrit në paraburgime. Po dakord, po në këto raste vi ta takoj, nëna e di se ku është partneri, ish partneri i saj, që është në burg. Sepse ajo i ka bërë të gjitha këto akuzat.
të cilat po bien, si që thoni ju, një nga një puzzle. E nderuar gazetare, unë kam prokur nga Armando, edhe ajo më thotë, ke vendim gjykate? Tani, duhet vendim gjykate apo prokura e Armandit? Jam ato të avokatja këtu. Sara. Tani në rastin konkret ku ndodhemi, personi që duhet ta dërgoj fëmijën tek Armandi është kallëzuesja. Unë nuk besoj se ajo ka as dëshirë, as vullnet për me paraqitur fëmijën në para turkim. Në Gjermani vetëm. Në këto kushte ndodhemi. Edhe ta ndaj. Tani, çfarë pritet nga gjykata e apelit? Unë shpresoj... Ka të dy nuk do dalin pa fajshëm. Unë shpresoj që të paktën të lirohet. Se në gjithë të histori do marrin përgjegjësitë e tyre. Jam shumë dakord, po të paktën të lirohet. Mos të mbahet në burg. Dakord, dakord. E di. Si mund të dënoj mua një gjykat pa një provë, të ketë një provë të paktën. Në qoftë se ndodhse është një provë, unë vetë atje të bëj me gjithë të burgosur nga atje, edhe falenderoj dhe ato punonjësit atje që janë nga fëmrat më edhe burrat më të ndershme, më të duruar, edhe jetën e tyre po e bëjnë burg, se bëjnë burgun bashkë me neve atje. Po, ja, Sara, më thuaj pak, çfarë pritet nga gjykata e apelit? Tani shpresoj që gjykata e apelit të paktën të lirojë Armandon, përderisa nuk dojnë të marrin... Kërkohet lirimi apo rrëzimi i gjithë pretendimeve të denoncuesit? Po patjetër që kërkojnë rrëzimin të gjithave, po ky është të dënuar nga shkalla e parë për 3 vite e 6 muaj burgim. Tani, në kushtet kur shkalla e parë ka marrë këtë vendim, pa marrë parasysh as edhe një provë, as edhe një fakt, duke shkelur të gjitha procedurat, duke shkelur të drejtën për një proces të rregullt ligjor, të paktën shpresojmë, mbajmë shpresat të gjykata e apelit që të tregohet. Monetar ekonomik, shfrytëzimi, jo. Nuk ka. Bashkëpunimi nuk ka. Lënda narkotike nuk ka. Bashkëpunimi ka rënë poshtë. Metra jo. Si? Fik. Po pra, përdorimi i mjeteve prerëse jo, tjetër? Këto janë. Dhe marrja në pyetje e të miturit pa praninë e nënës edhe të psikologës. Rrëzimi i raportit psikologjik. Rrëzimi i raportit psikologjik. E po atëre çfarë mbetet tjetër? Asgjë mbetet tjetër. Vetëm lirimi i Armandos. Por gjykata do dalë me një vendim. Po shpresoj që ju mendoni se këto do shkojnë deri në pavajsi, se mua nuk ma merr mendja. Pse nuk ta merr mendja e nderuar gazetare? Jo, nuk ma merr mendja tasha. Po pse nuk ta merr mendja? Mirë, ja ta them pse? Do mbroj prokurorin, do mbroj një të korruptuar. Jo, ta them pse? Për fjalët e Nipit. Ja, një minutë. Natasha, a më bëre pyetje le të përgjigjem. Si e mendoj unë? Po ta kthej me pyetje. Si një gjyqtare? Mos e thuaj fare, nuk jeni gjyqtare. Si e mendoj unë, po ta kthej me pyetje. Atë vendos trupi gjykues. As ti, as unë, as psikologja, as avokati. A ke ndonjë barë përgjegjësie, ndjenje faji tek ai Nipi që e ke nxjerrë në TikTok etj. Shiko, se ai ishte i edukuar dhe ai që një moment që tha, mos ma shani gjyshen se e goditën atje ku ai ka pikën e dobët. Edhe tha që unë tha, u ashtu tha, se kjo më ka rritur, më ka edukuar. Po ta kishe ditur, do ta kishe nxjerrë në TikTok, ke një farë përgjegjësie të nxjerrë në TikTok? Më mbrapa unë mora me të mirë, thash ke qenë tasha po na torturove, lëre tashën ti që 70 vjeç që i thash. Po ti e bëran këtë. Edhe mësuesja sa shtë i tha, më fal, e bëran. Iku, një moment ishte. Po jo të më marrësh me bluzën e babait mua, e të bashkosh me tashën me bluzë të zezë, e me baban me bluzë të bardhë, po të janë turpje. Turpja, ai prokurori thoshte, ora e bëra këtë gabim. A ke një ndjenjë faji moralisht, jo ligjërisht, moralisht flasim. Unë them që e ke një ndjenjë faji. Dëgjoj. Që të ka rrëshqitur situata. Jo. Flasim me zemër Nuk doja, nuk doja t'ja bëja ik të ke qenë tasha. Sa atëherë do rëndohesha. Atëherë do ishte dhunë për mua. Edhe unë ngella kështu si e ngrirë. Po të shikoni video, ngella si e ngrirë kur ai foli ashtu. E kupton? Po që t'ja bëja kështu atëherë po, atëherë do kisha dënim. Po t'ja kisha bërë me dorë. Po ngella e ngrirë. Mendon se ka një përgjegjësi morale? Dalim nga ajo ligjorja Sara, se duhet kalojmë me njëherë ke psikologja se janë drejt fundit. Morale për tashën. Morale për tashën. Për tasha faktikisht është mposhtur pak si shumë për këtë çështje. Sepse jam shumë dakord që tasha ka një personalitet të zjarrt. Nuk e mohojmë dot sepse e shohim vetë. Por nuk besoj se ndodhemi në kushtet ku pretendon prokuroria. Okej. Mirë, të falenderoj. Po të kaluar tani tek psikologja. Ke një shkresë aty, të cilën është një zarf që zonja Natasha ja ka dërguar shkollës Nipit për t'i thënë disa pyetje, paktën informuese. Ai zarf nuk është hapur. Po, u hap tani live në studio. E hapa unë live në studio. Pyetjet drejtuar shkollës, drejtorisë së shkollës,
janë korrekte sipas teje një gjyshe të informohet për shëndetin fizik dhe mendor të nipit të saj, si të duket? Tani e vis përpara kësaj, doja të bëja thjesht një parantezë, një përshëndetje për gjithë kolegët e mi psikolog, edhe për profesionin e nderuar cilin përfaqësojmë, që dashje pa dashje u përmend në studio dhe janë gjëra të cilat ne nuk janë në kompetencën tonë dhe normalisht që nuk i vërtetojmë dot. Pa çka situatës që mund të ketë zonja që se vënë në diskutim, domethënë, po janë për te kompetencës tonë. Është edhe avokatja që e vërteton, që psikologja ka thënë se ky vlerësim do bie poshtë, por nuk e kam takuar kur fëmijën e tjerë. Nëse mos i hyjmë asaj, janë pretendimet e palëve. Në lidhje me Zarfin, tani nga ana ligjore, normalisht që unë nuk është se kam informacionin e duhur, por nëse flasim nga ana morale, emocionale, njerëzore, pyetjet që janë bërë nga zonja, kërkesa që është drejtuar nga zonja, nuk ka asnjë lloj problematike që zonja drejtoresha në fjalë të kishte kthyer një përgjigje për shëndetin e fëmijës, për mbarvajtjen në mësime, domethënë janë të gjitha pyetje që nuk cënojnë as pak fëmijën dhe që mund kishte marrë një përgjigje pa u bërë aq problematike dhe pa u nisur aq shumë kërkesa, siç tha edhe zonja Natasha që janë nisur dhe kanë ngelur pa përgjigje. Dalim tashmë pa më përfshirë të mbëndhenjt. As gjyshen, as babaj, as nënës. Sepse nëna ka ngritur disa akuzat, të cilat sipas edhe mbrojtjes po bien poshtë nga një, apo jo, se është shumë e rëndë të thuash ka përdorur një thik 15 cm dhe ndërkohë 25. Dhe aty del që ka qenë një mjet që as nuk biçak. As nuk prihet, as nuk që gjenden në të gjitha shtëpitë tona, apo jo, apo përdoruesi lëndë narkotike së bashku edhe me babain e tij dhe i bëhen analizat fëmijës, edhe ky është stres, të shkosh në laborator të bësh analizat, a ke mbetje të lëndë narkotike apo jo. Tani, mos flasim as për asnjë nga më të mëdhenjt. Fajtor nëna, fajtor babai, fajtor edhe gjyshi, edhe gjyshja, nga të gjitha palët, për këtë 13 vjeçar që ndodh. Ku jeta e tij është bërë publike që në moshën 4 vjeç. Është personi, sepse unë mbaj mend që kur fëmia ka qenë 4-5 vjeç, që e kemi parë, e kemi dëgjuar si rast në emisionet ndryshme, domethënë, fëmia është më i prekuri në këtë rast. Normalisht ne gjithë si profesionistë diskutojmë interesin më të lartë të fëmijës, po interesi më i lartë i këtij fëmije është më i cunguar i aktualisht dhe shpresojmë që të ketë një zgjidhje situata. Në mënyrë që asnjë 7 vjet. Asnjë gjë pra të fëmijë 7 vjet. Ja ta mbaroj psikologja, të lutem. Mbroj bashkia mbron të jemën, pse se kanë fëmijët në shkollë, do t'u ngrër notën, do t'u bëj notën, nuk e di unë ai fëmijësh, nuk e di unë çfarë vetë. Më të marrë shteti, edhe e di që dojmë ta takojmë. Është rrëmbejë fjalën, rrëmbejë. Në mënyrë domethënë që edhe fëmia të arrijë një lloj stabiliteti emocional, domethënë të arrijë të di se ku është fëmia, shpresojmë të ketë një zgjidhje sa më të shpejtë. Për të, po patjetër edhe për gjyshin, për babain, për nënën, se normalisht nuk vjet në diskutim edhe dashuria që kjo gjyshe ka për fëmijën. E mbaj mend ka kaq vite që e mbron me një fanatizëm edhe me një. Po edhe ka rritur, ë? Patjetër. Ka rritur. Domethënë ka kontribuar. Kontributi që japin gjyshrit pa lënë mbrapa edhe prindrit, normalisht që nuk vjet në diskutim. Një thënie të Natashës vite më parë, çam ka thënë, e rrita sa një thelmishtë dhe e gjeti gati. Në momentin që djali u rrit, ajo erdhi dhe kërkoi të ushtronte të drejtën e saj si nën. Kështu që mua më vjen keq për tashën, se në momentet më të vështira për të rritur një fëmijë 17 ditë. Unë kërkova dhe kthimin, hajde i thash. U bë 5 vjet se nuk ishe. Hajde bashkoni. Kushtet i kishe pra të fëmijë, thash, me që Armando është rritur jetim. Mos të rritë ti dashke të bësh atë, që u rritë Armando pa baba dhe ti të marrë sharatin, po jo, mojse, shteti të ka siguruar shtëpin e ke, punën e ke, të gjitha i ke. Përse do t'i Gjermanin? Tani, ajo çfarë doja të diskutoja ose të cekja pak, sepse është diçka që më shqetëson, është fenomeni në tërësi, pra ekspozimi i fëmijëve, jo vetëm i fëmijës në fjalë, në për rrjete sociale. Më thënë, të rriturit, kujdesarët, prindrit, kushdo që kujdeset për atë fëmijë, duhet kuptojnë që fëmijët nuk janë kontent për rrjete sociale. Më thënë, duhet kuptojnë që janë qenje njerëzore dhe individ që performojnë karakterin e tyre, qoftë nga ana emocionale, qoftë nga ana kognitive, dhe si të tillë duhen mbrojtur dhe kujdesur, sepse një lloj ekspozimi i tillë indikon në identitetin e tyre dhe në vitet pasardhëse që vinë.
Më thënë, nuk e kanë fëmijët kapacitetin, të paktën në atë mosh, kapacitetin e tyre emocional për të vendosur dhe për të dhënë atë okejnë që po, dua të jem pjesë e rrjeteve sociale, dua të ekspozohem në rrjete sociale. Ti mendon se institucionet shtetërore nuk shikojnë përdorimin e të miturve apo ekspozimin e tyre në TikTok? Nuk është puna e bëjnë apo jo të gjithë, është puna që secili nga ne duhet marrë përgjegjësitë e vet atakuese. Dhe unë nuk jam as pak dakord personalisht. Unë personalisht dhe unë si psikologe nuk jam as pak dakord që qoftë edhe një fjalë banale të dali ai mituri dhe ta përdori në rrjete sociale dhe të konsiderohet si hiç gjë. Në kjo pjesë nuk është kompetenca ime dhe patjetër që për një fjalë nuk është e drejtë. Okej, dakord, po t'jap të drejtë për atë pjesë. Por ama dhe të bëhet do thot bot çat turpi kanë bërë. Pa diskutim, po dhe të bëhet si hiç gjë, më thënë edhe kjo nuk më duket e arsyeshme. Dhe patjetër për të dalë edhe aty ku thoni ju që thot pas disa vitesh do rritet edhe do thoj bot çka kanë bërë, patjetër që po kjo është edhe një ndër pasojat që ndikon fëmia. Se do thot, mos e fëmijë isha, do ta rregulloj me qëndrimin e tij, me karakterin e tij, me mësimet e tij, me shkollimin e tij, ajo i nxjiu jetën. Natasha, ti merr atributet për rritjen e atij nipi. Por, a merr edhe atributet e tua që kur ti përdor një fjalor banal, se edhe me emrin tënd, po të hysh në Google, dalin... Lërë mua të 70 vjeqë, unë në karrierën time, e di se kam në karrierën time me 5 yje. Unë kam edukuar, i kam prokuror, avukat, gjithë nxënësit e mi, dhe në apel, kur u bën ndryshimi i masës time, gjithë studentët e Tiranës vënë në fotografin time, thajnë nxirrin e mësuese Natashën. Pse? Se unë nuk kam përdorur në shkollë. Pensioniste jam, më shavë, një shavë, më thonë të dua, u dua, më shaj, një shaj. Kjo është, ajo ishte private. A ke ndikuar tek nipi përdorimi i ofendimeve të tua? Po nipin e kam një orë në muaj. Sepse do vi, ti thua që ai nuk të ndiqte në TikTok ty? Tani e jema pranoj që ka TikTok në seancat gjyqësore. Pranoj, po nipi jo. Po tani telefon me qa përdor djali kur e pyetën, avukatët e mi, telefonin tim, atëre ku i ka, kush i ka? Si e njojti Armandon ajo e nderuar gazetare? A e njojti nga TikToku? A e njojti nga këto socialet? Aman thëmë jam realiste, unë edhe burgun të abire, pratë të abire, vetëm dalje drejta e fëmis. Do me thënë, kur ne marim atributet që e kemi rritur atë nip, duhet marim edhe atributet që ne kemi ndikuar tek fjalori jo etik i fëmijës. Se kur i përdor gjyshja, i përdor dhe fëmija. I përdor nëna, i përdor dhe fëmija. Nderuar gazetare, në qoftë se unë do kisha ndikuar negativisht në fjalorin e fëmis, fëmija 5 vjet do kishte probleme me psikolog, me shkollën, me të gjithë. Mirë, atëherë, për ta përmbyllur. Për ta përmbyllur edhe me një mesazh, do me thënë duhet kuptojmë që rrjetet sociale nuk janë lojë dhe nuk vlejnë klikimet më shumë se mirëqenia e një fëmije, kushdo fëmijë qoftë. Dhe patjetër që ka nevojë për mbrojtje, për mbështetje emocionale dhe jo për t'u ekspozuar. Do me thënë nuk vlen një klikim më shumë se sa mirëqenia e tij. Pra, kujdes ku përdorni fëmijët në TikTok. Patjetër që po. Po është se edhe me pësimin ton, që u bë padrejtësisht, janë zhvilluar shumë. Marrin fëmijët e vegjël, arrin tani edhe ta them edhe këtu, që thonë pi qumshin babi tërnatën e mua më lë pa qumësht. Nxjerrin prindrit, nuk e nxjerrin gjithë këto gjëra, se ai nuk është logika një fëmijë të vogël. Mirë, e mbyllim këtu këtë emision për të mos kaluar jashtë etikës që nuk na lejohet televizive. Sara, të falenderoj. Shpresoj të ndodhi në gjykatën e apelit ajo që ju pretendoni. Falenderoj edhe Alketën. Shiko. Mua do të kesh prapë në studio. Sa herë të dëshirosh dhe ti e di, vetëm përmbaju etikës që televizive. Unë do jem gjithmonë në studio për të thënë gjithmonë për të vënë të drejtat, jo vetëm të nipit tim, po të shumë fëmijëve në Sarandë, sepse ka shumë padrejtësira në Sarandë dhe do vi për një emision tjetër edhe për shumë institucione të Sarandës. Okej. Duke parë ke kamera përballë teje dhe ke nga shkurti, jo, kamera është këtu, dhe nga shkurti i 2023-shit 24 pa folur me nipin. Çfarë do t'i thoja? Më dhe më shpirti, qatë të them. Më shikoj të mërzitur jo. Jam e fort, tashat ka shumë gjanë, dhe në qofë se shokët e ti ikë përgjafojni, dhe jemi shumë mirë dhe këto ditë në dali dhe babi. Mirë zëmra ime, burgu nuk është kamp. Nuk në kam barru as në litar, as të lidhur, as pa buk, po të gjitha kushtet. Shteti shqiptari ka krijuar të gjitha kushtet. Vetëm bën izolimin për jashtë që të vi freskia e trurit, dhe kjo është. Asin gjë tjetër, kujdesi është më i madh i të burgosurve se sa neve që jemi jashtë. Prandaj bëni të falem për qafoni nipin, se shpejt do takojmë, se mamaja e ti nuk më lë që unë ti vete që sot e të takoj.
Tasha, kam shumë falenderit. gjanë. Falenderit që ishe me mua në studio. Shpresoj të të kem në këtë studio së bashku me Armando ashtu si ju pretendoni. Falenderit edhe ju që na keni ndjekur drejt për së drejti ditën e sotme. Këtë të ende kemi qenë live me historinë e gjyshes më të urryer të TikTokut. Po se kështu është. Jam e dashur të do publiku. Unë shikoj qytetin tim sa dal nga shtëpia. Takohemi në ditët në vijim. Deri atëherë miru pafshim.